Material informues. Barazia përpara ligjit. 1. Konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Fakte mbi nenin 12 të konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi të kufizuara mendore janë përballur dhe vazhdojnë të përballen me kufizime në vendimarrje. Ata konsiderohen nga shoqëria, familjarët, miqt, institucionet publike, si personat të cilëve u mungon kapaciteti apo aftësia për të marrë vendime për jetën dhe konsiderohen si persona që duhet të mbrohen. Kjo qasje ndaj tyre parashikohet në sistemin juridik me vendosje në kujdestari ligjore duke i deleguar të gjithë vendimarrjen në kujdestarit ligjor, i cili merr vendimet më të rëndësishme të personit në kujdestari. Këto vendime janë nga më të ndryshmet: çështje financiare, pronësore, shëndetësore, me kë dhe ku duhet të jetojë personi, por shpeshherë dhe vendime të tjera të jetës së përditshme. Neni 12 i Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara i njeh personat me aftësi të kufizuara para ligjit në mënyrë të barabartë, pa diskriminim, duke ju njohur atyre jo vetëm zotësinë juridike, por edhe zotësinë për të vepruar. Kjo e drejtë garanton dhe gëzimin e të drejtave të tjera në konvent. Sipas konventës, heqja e zotësisë për të vepruar e personave me aftësi të kufizuara dhe vendosja atyre në kujdestari ligjore konsiderohet shkelje e të drejtave të njerëzit. Vendosja në kujdestari është e padrejtë dhe e panevojshme. Në vend të heqjes së zotësisë juridike ka alternative të ndryshme, të cilat mund të ndihmojnë personin me aftësi të kufizuara në vendimarrjen e përditshme dhe veprimtarinë e tij. Neni 12 i Konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara parashikon: personat me aftësi të kufizuar njihen dhe respektohen nga ligji në mënyrë të barabartë me të tjerët. Atyre nuk duhet t'i hiqet zotësia për të vepruar. Personat me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të marrin vendime të rëndësishme si gjithë të tjerët mbi gjëra të rëndësishme. Personat me aftësi të kufizuara duhet të kenë mbështetjen e përshtatshme në mënyrë që të marrin vendime për veten e tyre. Nëse një person me aftësi të kufizuara dëshiron të përfaqësohet nga dikush tjetër, duhet të ketë rregulla që të garantojë që po shprehen dëshirat dhe preferencat e vetë personit. Personat me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të kenë pronat e tyre dhe t'i shfrytëzojnë ato sipas dëshirës. Personat me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të kontrollojnë paratë e tyre. Personat me aftësi të kufizuara duhet të kenë mundësinë për të marrë kredi në kushte të barabarta me të tjerë. Kapaciteti ligjor është koncept që përdoret në Konventën për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe nënkupton zotësinë juridike të një personi dhe gjithashtu zotësinë për të vepruar. Konventa me kapacitet ligjor nënkupton zotësinë juridike dhe zotësinë për të vepruar, të dyja të marrë së bashku si pjesë të pandashme të kuptimit të kapacitetit ligjor. Zotësia për të vepruar nënkupton që çdo person ka zotësi të plotë të barabartë për të pasur të drejtat dhe detyrimet civile brenda kufive të caktuar me ligj. Zotësia juridike fillon me lindjen e personit gjallë dhe mbaron me vdekjen e tij. Zotësia për të vepruar nënkupton zotësinë e plotë që i lind personit në mbushjen e moshës 18 vjeç, me veprimet e tij të fitojë të drejtat dhe të marrë përsipër detyrimet civile. Zotësia për të vepruar nënkupton ushtrimin e të drejtave dhe detyrimeve që çdo person ka në bazë të zotësisë juridike. Vendimarrja e mbështetur është një proces në të cilin mbështetësit ndihmojnë personat me problem të shëndetit mendor apo aftësi të kufizuara intelektuale në marrjen e vendimeve për jetën e tyre, shëndetin, çështjet financiare. Mbështetësit zgjidhen në mënyrë të pavarur për krahasit e tyre, duke përfshirë edhe anëtarët e familjeve të tyre, miq dhe avokatët që ata besojnë. Ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar, sipas konventës vendimarrja e mbështetur, është ushtrimi i vullnetit nga një person me aftësi të kufizuara nëpërmjet një kompetence specifike të shtuar, që mbështet qëllimet dhe interesin e tij më të mirë, duke i mundësuar kryerjen e veprimeve për të fituar të drejta dhe për të marrë përsipër detyrime. Çdo person me aftësi të kufizuara që ka nevojë për ndihmë në vendimarrje, merr mbështetjen e duar nga një individ ose grup individësh të besuar. Mbështetja mund të sigurohet në një sër mënyrash, përfshirë mbështetjen me anë të interpretimit të gjuhës së thjeshtë, si vendimet në marrëdhëniet e personit me palë të treta,
që nuk mund të kuptojnë mënyrat e tij të komunikimit. Mbështetja jepet gradualisht, duke u dhënë kohë të mjaftueshme personave që kërkojnë atë për të mësuar se si mund ta përdorin mbështetjen për më të mirën e tyre. Rregullat, procedurat dhe kriteret e ofrimit të këtyre shërbimeve përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. 2. Legjislacioni shqiptar. Shqipëria ka ratifikuar Konventin për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, por ende nuk e ka përputhur legjislacionin pasi ende realizohet vendosja në kujdestari e personave me aftësi të kufizuara. Në Shqipëri nuk jepet një numër zyrtar i personave me aftësi të kufizuara të vendosur në kujdestari ligjore. Në Shqipëri nuk funksionon regjistri i kujdestarëve të personave me aftësi të kufizuara. Në Shqipëri, persona vlerësohen bazuar mbi çastin mjekësor për të hequr zotësinë për të vepruar. Neni 12 i Konventit të OKB-s në Shqipëri nuk zbatohet as në thelb dhe as vetëm formalisht. Ekspertët dhe ose personat e tjerë të autorizuar nga ligji nuk kryejnë një vlerësim të mirëfillt të personave me aftësi të kufizuara. Testet që përdorin janë shumë të vjetruara dhe nuk mund të përcaktojnë realisht kapacitetin apo aftësinë e personave për të marrë përsipër detyrime e për të realizuar të drejtat. Personat me aftësi të kufizuar nuk janë të përfshirë efektivisht në procesin e heqjes së zotësisë së tyre për të vepruar. Në 99% të rasteve të studiuara nga FSHD-BAK, personi që kërkon heqjen e zotësisë për të vepruar caktohet edhe kujdestar. Kujdestaria, qëllimi i të cilës është të mbështesë personat me aftësi të kufizuara, shpesh rezulton në një proces formal, i cili lehtësisht mund të japë rezultate të ndryshme, si shfrytëzimi i tyre apo tutela e panevojshme. Më poshtë janë dispozitat e legjislacionit shqiptar që janë në kundërshtim me konventin. Kodi i procedurës civile. Padia. Neni 33. Nuk mund të ngrihet padi nga një person që i mungon zotësia juridike për të vepruar. Përbërja e gjykatës. Neni 35. Gjykata shkallës së parë gjykon me trup gjykues të përbërë nga një gjyqtar ose 3 gjyqtarë. Me trup gjykues të përbërë nga 3 gjyqtarë gjykohen këto çështje. Q. Padit për heqjen ose kufizimin e zotësisë për të vepruar të personave. Neni 91. Zotësia për të vepruar. Kanë zotësi për të vepruar në një gjykim civil personat që ushtrojnë lirisht të drejtat, të cilat duhet të respektohen nga të tjerët. Personat që nuk kanë zotësi për të vepruar në një gjykim civil, mund të marrin pjesë në gjykim vetëm kur përfaqësohen, sipas dispozitave që rregullojnë zotësinë e tyre. Kodi i familjes. Heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar. Neni 352. Heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar bëhet me kërkesë të bashkëshortit, gjinjisë së afërt, të prokurorit, si dhe të personave që kanë interes të ligjshëm për këtë fakt. Kërkesa i paraqitet gjykatës së vendit ku ka banimin personin që kërkohet të hiqet ose kufizohet zotësia për të vepruar. Neni 383. Procedura e gjykimit. Kërkesa për heqjen ose kufizimin e zotësisë për të vepruar i njoftohet prokurorit. Kërkesa duhet të përmbajë faktin në të cilin ajo bazohet si dhe provat e nevojshme. Gjykata vendos lidhur me kërkesën, pasi të ketë pyetur personin për cilët kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar. Persona nga gjinja e afërt e tij, mjekun që e ka kuruar, ose pasi të ketë marrë mendimin e mjekëve të tjerë ekspertë si dhe provat e tjera që do të çmojë të nevojshme. Pyetja e personit të cilët i kërkohet të hiqet ose kufizohet zotësia për të vepruar bëhet në institucionin që është shtruar për mjekim ose në banesën e tij nga një gjyqtar i deleguar kur nuk është e mundur të paraqitet vetë në gjykatë. Kodi civil. Zotësia për të vepruar. Neni 6. Personit, kur mbush moshën 18 vjeç, i lind zotësia e plot që me veprimet e tij të fitojë të drejta dhe të marrë përsipër detyrimet civile. Zotësinë e plot për të vepruar e fiton me anë të martesës edhe gruaja që nuk ka mbushur moshën 18 vjeç. Ajo nuk e humbet këtë zotësi edhe kur martesa është deklaruar e pavlefshme ose është zgjidhur para se të mbush moshën 18 vjeç. Neni 7. Imitori që ka mbushur moshën 14 vjeç mund të kryejë veprime juridike vetëm me pëlqimin e mëparshëm të përfaqësuesit të tij ligjor. Megjithatë,
ai mund të bëjë pjesë në organizata shoqërore, të disponojë atë që fiton me punën e tij, të depozitojë kursimet dhe të disponojë vetë këto depozita. Neni 8. I mituri që nuk ka mbushur moshën 14 vjeç është i pazoti për të vepruar. Ai mund të kryejë veprime juridike që i përshtaten moshës së tij dhe që përmbushen aty për aty, si dhe veprime juridike që i sjellin dobi pa asnjë kundërsh problem. Veprimet e tjera juridike i kryen në emër të tij përfaqësuesi ligjor. Neni 9. I mituri me moshë 14 vjeç deri në 18 vjeç, i cili është i pazotit të kujdeset për punën e tij për shkak të sëmundjesh psiqike ose zhvillimit të metë mendor, mund t'i hiqet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Këto veprime mund të kryen vetëm nëpërmjet përfaqësuesit të tij ligjor. Neni 10. Personit madhor që për shkak sëmundje psiqike ose zhvillimit të metë mendor është tërësisht ose pjesërisht i pazotit të kujdeset për punën e tij, mund t'i hiqet ose kufizohet zotësia për të kryer veprime juridike me vendim të gjykatës. Neni 11. Veprimi juridik që kufizon zotësinë për të vepruar është i pavlefshëm. Neni 13. Personit të cilët i është hequr zotësia për të vepruar dhe fëmijët në kujdestari kanë për banim atë të përfaqësuesit të tyre ligjor. Neni 64. Nuk mund të veprojë si përfaqësues personi që nuk ka zotësi të plot për të vepruar. Veprime juridike që shpallen të pavlefshme. Neni 94. Të anulueshme quhen veprimet juridike të cilat janë të vlefshme gjersa gjykata në kërkesën e të interesuarit i shpall të pavlefshme. Të tilla janë veprimet juridike të kryera nga b. Personat, të cilët për shkak sëmundje psiqike ose zhvillimit të metë mendor, u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, kur veprimin juridike kanë kryer pa pëlqimin e kujdestarit. C. Personat të cilët në kohën e kryerjes së veprimit juridik nuk ishin të ndërgjegjshëm për rëndësinë e veprimeve të tyre, megjithëse në atë kohë nuk ishte hequr zotësia për të vepruar. Anulimi i këtyre veprimeve mund të kërkohet edhe pas vdekjes së personit përkatës, por vetëm kur para vdekjes është kërkuar heqja e zotësisë së tij për të vepruar. Ky publikim është realizuar me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe nuk shpreh në asnjë mënyrë pikpamjet e Bashkimit